Në Shqipëri, por edhe në disa vende të rajonit, duhet të jemi të gjithmonë të kujdesur me terminologjinë që përdorim, terminologjinë e kooperativave. Mendoj se në plot raste ne jemi duke folur për grupe prodhuesve, sepse ajo që është e rëndësishme se ne nuk jemi duke formuar kooperativa ku fermerët janë duke dhënë veten e tyre dhe sipërmarrjen e tyre. Jo, ne jemi duke folur në parim në raste ku fermerët bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Dhe pika e rëndësishme është kjo, bashkëpunimi, përfitimet që janë duke marrë për sa i përket blerjes së inputeve me çmim më të mirë, fertilizuesve me çmim më të mirë, pesticide me çmim më të mirë. Nga ana tjetër po ashtu kanë dhe një shumë më të madhe produktesh, kështu që kanë më të mirë për ta vendosur këtë produktin në treg. Sektori i supermarketit i shitjeve është duke u bërë gjithnjë më i përqendruar, prandaj te nga ana e furnizimit nevojitet ketë aktor konkurrues dhe bashkëpunues. Dhe formimi i grupeve të prodhuesve është diçka shumë e rëndësishme që ka për të ndihmuar. Pra, nuk është teori, është diçka që funksionon në praktikë dhe ka funksionuar shumë mirë. Dhe diçka të tillë mund ta shikoni edhe në shumë vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Dhe disa nga prodhuesit më të mirë të bulmetit janë kooperativa. Janë në pronësi të fermerëve ama.